أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm me këtë xhami, edhe sot vazhdojmë me leximet tona, sqarimet tona dhe mësimet dhe porositë që i marrim nga ky libër shumë i dobishëm dhe shumë i rëndësishëm për jetën e muslimanit bashkëkohor, të një prej imamëve të mëdhej të umetit islam, të njerëzve të devotshëm dhe të sinqertë, të Imam Neveviut rahimahullahu ta'ala. Jemi në librin Riyadus Salihin, hadithi 660 me radhë, hadithi i dytë në këtë kapitulli i cili flet për pushtetarin e drejtë dhe vlerën që ka ky njeri. Hadithi i dytë në këtë kapitull, ku Imam Neveviu rahimahullahu ta'ala thot: "Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم." Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: me të vërtetë njerëzit e drejt do t'jenë në pozitat të larta të nurit tek Allahu dhul xhelal. Janë ata që janë të drejt kur qeverisin, janë të drejt me familjen e tyre dhe janë të drejt ndaj të gjithë atyre që i kanë nën pushtetin e tyre. Ne në lidhje me këtë hadith që e transmeton Imam Muslimi sa unë e tij, i kemi marrë goxha disa mexhlise që sot me lejnë Allahu dhul xhelal ta përfundojmë dhe rumbullaksojmë sqarimin në lidhje me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që e përmendëm në mësimin e fundit ishte ajeti 19 i surës An-Nahl, një prej ajeteve që hoxhallarët e tanë me te e përfundojnë ligjërimin javor të tyre. Hudben e gjumas: Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allahu urdhëron në drejtësi dhe bamirësi dhe kujdes për të afërmit dhe ndalon imoralitetin, veprat e këqija dhe zullumin. Këto janë këshillat e Allahut që ju të përkujtoheni. Dhe përmendëm pastaj sqarimin e Xhamaluddin al-Qasimiut në lidhje me këtë ajet, fjalën e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, që të vazhdojmë me sqarime tjera në lidhje me këtë ajet. Akthum ibn Sayfi i drejtohet një ditë popullit të tij dhe i thot në lidhje me këtë ajet: inni arahu, nga ajo që unë e kuptoj për këtij ajetit kuranor është kjo: ya'murukum bimakarimil akhlaq. Ky ajet në vetvete i përmban, i ngërthen të gjitha vlerat morale islame. E para, dyta, wa yanha an malaimiha, dhe u andalon të gjitha veset, cenet, sjelljet e këqija tuajat. Fekunu fi hadha al-amri ru'asa wa la takunu fihi adnaba. E këto veçori të cilat ju urdhon ky ajet kuranor, edhe këto cilësit këqija negative nga të cilat ju ndalon ky ajet kuranor, ju bëni kokë e mos u bëni bisht. Bëni të parë e jo të fundit. Porosia
e këtij dietarit që ja ka drejtuar popullit vet është që në drejtësi bënu i pari, në bamirësi bëhu i pari, në kujdes për farefisin bëhu i pari. E mos u bëni bisht. Pse e sqarojmë këtë fjali të këtij hoxhës? Sepse na kemi qef me konë të parë mejdanet e përfitimeve të dynjas. Kemi qef me konë të parë aty ku merret pare, me konë të parë aty ku marrim pushtet, me konë të parë aty ku marrim famë, e lavdërohemi. Ama me konë të parë mejdanin e sakrificës, themi ka plot burra, ka tjerë. Ama mejdanin e gjykimit me drejtësi, i themi ma vonë. Njerë të bëj për vete, e të grumbulloj, pastaj do bëhemi drejtë. Ande punët e mira i prolongojmë, i shtyjmë, edhe nuk vrapojmë me konë të partë. Anë punët e liga fatkesisht, se cili garon me se cilin për me konë i pari. Ande kjo porosi e shto. Në krejtë të vlerat e mira që përmendin këtë ajet kuranor bënu i pari. E mos u bën bishti i fundit. Edhe normalisht në këtë porosi është udhëzimi serios që na me i kuptu ajetet dhe porosit Allahu dhu xhelal seriozisht. Në lidhje me drejtësinë dhe rëndësinë që ka drejtësia, kemi shumë hadithe. Njëra do më pjasaj, kim përmend edhe më harët, hadithin e 7 llojeve që hinë Allahut, por kjo hadith po ka edhe hadithe tjera. Për shembull, në rafen Jabir ibn Abdullahi radiallahu anhu, në hadithi që transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi në 2 sahihet e tyre, thot bejnema Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu al-ghanimata bi ju'rana. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas një lufte e ndante pasurin e fituar në atë luftë. O ndante muslimanëve pjesëmarrës në luftë. Idh qala lahu rajulun, tunda u çu njëri tha e del ja Muhammed. O Muhammed, ndaj drejt. Ati ju ka duk se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po bën pa drejtësi. Dikujt jep ma shumë e dikujt ma pak. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, laqad shaqitu in lam a'dil, nëse unë nuk jam i drejt, këtë jeta ime është e humbur, jam fatzi, jam i padobishëm ose jo fitimtar nëse unë nuk jam i drejt. S'ka mundësi mos me konë i drejt. Se kanë transmetime tjera që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, وَمَنْ يَعْدِلْ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ أَنَا. Kush është ai që gjykon drejt nëse gjykoj unë drejt? Kush është ai që ndan drejt nëse unë nuk ndaj drejt? Nuk ka njeri më drejt se unë këtë. Edhe andaj do të akuza që e bëri ky njeri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte e rëndë, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse unë s'jam i drejt, atëherë unë e kam humb dynjan. Po normalisht besimtari humbë edhe ahiret. Andaj nëse unë jam i drejt, kush ka mundësi me qenë i drejt? Pra shkak të gjithë ata që kanë pushtet, të gjithë ata që kanë ingerenca, të gjithë ata që kanë me da mirësitë e Zotit në popullin e vet, do të më konë drejt. Përndryshe i bën zullumati, po, e vun ai po ma shumë e vun vet. Ma shumë ja shef sherin vet. Se dynja është kalimtare, edhe fukaraja dhe zengini në fund e mrin fundin. Ama mas vdekjes, sabërlia e fukarash për blejet. Ama pushtetari zullumqar, henes fillon dëshkimi i tij. Megjithse prej asaj që na e kemi pa dhe shohim, se Allahu e ndëshkon pushtetarin zullumqar edhe në këtë botë, me poshtrim edhe në shmim. E mos flasim çka e pret se Allahu dhu xhelal ditën që shkon tek madhënia e tij. Andaj edhe ky hadith e potencon rëndësinë e drejtësisë në jetën e muslimanit, sidomos atij që ka autoritet, edhe atij që ka pushtet,
edhe ati që ndanë pasurinë në mesin e njerëzve. Hadithi dytë, Burejdet e Ibn Hasib radiallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el qudatu thalatha, gjukatësit janë 3 lloje. Kush janë këto? Wahidun fil jannati wa ithnani fil nar. Njoni për tymve është në xhenet, e 2 për tymve janë në xhenem. Don për 3 gjukatësve 75% shkojnë në xhenem. 25% praktikisht shkojnë në xhenet. 70% në xhenem, 30% në xhenet. Se për shkak se randosh me majt drejtësinë. Dhe vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Fa amma alladhi fil jannati fa rajulun arafa al-haqqa fa qada bihi." I xhenetit kush është ai i cili e din, e kupton çështjen mirë dhe gjykon me drejtësi. Ja jep atë që meriton. E të dytë që në xhenem thot: "Wa rajulun arafa al-haqqa fa jara fi al-hukmi fa huwa fi an-nar." Njeriu që e din të vërtetën e rastit, e din kush e meriton edhe kujt i takon, e ki gjykon me të kundërtën. Bën zullum. Sikur se ndodh fatkeqësisht shumicën e gjykatave sot. Gjykatësi ka dije, ka përvojë, ka informata, edhe e kupton mirë situatën, edhe e di kush i ka fal. Mirë, po për shkak të presionin nga pushteti i lartë, për shkak nga lidhja që ka dikush me te, për shkak nga korrupsioni, për shkak të frikës që ka nga klienti, gjykon kundërtën e të vërtetës. Gjykon për atë që se meriton. Edhe kish shkon gjënë. Shqipe, qëtë gjukatës që sot pranojnë rushfet edhe gjykon me padrejtësi. Ose nga turistnia, presioni që i bëhet gjykon me padrejtësi. Ose nga interesi që kanë gjykon me padrejtësi. Për çfarë do lloj arsye e din ai se kush i ka fajt, edhe gjykon padrejtësisht. Ai ndonjë mundet me marr grada, mundet me bë pare, mundet me pas autoritet, ama se Allahu është xhenem. Allahu na rujt. Andaj i themi na këto fjalë o vllazni që mos me lakmue zullumçarin. Mos me lakmue të padrejtin. Mos me lakmue njerëzit që kanë pushtet e fitojnë pare me zullum e me padrejtësi. Kush do qoftë ai? Jo atë që ti e njeh të amnestosh, atë që e don t'ja mbulosh, e atë që e ki inati t'ja tregojsh mangësit, atë që nuk e don t'ja tregojsh dobësisht. Rregullat e fesë Allah janë për gjithë. Edhe për atë që ti e don, edhe për atë që ti e urren, edhe për atë që e ki të afërm, edhe atë për atë që ki të largët, sepse fatkeqësisht edhe populli që s'ka pushtet me gjykue, edhe ai bën zullum. Se kur e don diken, si a shef mangësit, e bën evlia. Kur e uren tjetrin, krejt mangësit ja shef, e bën shejtan. Megjithëse as i pari s'ke evlia, as i dyti s'ke ke shejtan. Të dytë janë që dy pari. Ama neve padrejtësia kur na instalohet në jetën tonë, atër na pse e dojna, e bojna shumë të mirë. Atër pse e urejna, e bojna shumë të keq, megjithëse të ditë janë që aty. Në qatë gradë. Mund me pas dallimet të vogla, mirë po në përgjithësi, pjesëmarrës na për shumë punë, jo të mira dhe jo sakte dhe jo të dobishme për vendin e popullin tonë. I dyti ishte kjo, i treti kush është, fa rajulun arafa al-haqqa, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fi an-nar. Lloji i dytë ose i treti këtë rast i gjykatësve është ai i cili gjykon me ignorancë. Nuk i interesojnë faktet, as dosja, as informatat, vjen para gjykatësit, s'ka vak shumë u marrë me ty, ka qefet e vete, ka planet e veta, veç i bjerë që ki që të ti e ki tamam, a e ka gabim, hesni. Do më pa informata, gjykon me ignorancë, edhe e është xhenem, Allahu na rujt. Po prej 3 gjykatësve,
dy në xhenem, njëri në xhenet. Kush ka në xhenet, ai që e njeh hakun, të drejtën dhe gjykon sipas saj. E dytë, cilët që kanë, i dytë është ai i cili e din hakun, po gjykon me të kundërtën e saj. I treti është ai që hiq se dikush e ka tamam. Haku i kujt është? Edhe gjykon me epshin e tij, me qefin e tij, me tekat e tija. Si ti bjerë, nuk e mendon shumë e shumë. Këtë hadith e transmeton Imam Ebu Dawudi rahimahullahu ta'ala, hadithi është i saktë. Andaj Imam Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala thot: "Afdalu ni'amillahi ta'ala 'ala al-mar' an yutabbi'ahu 'ala al-'adl." Prej dhuntive më të mëdha që Allahu ja jep njeriu është me ja bë karakter, me ja bë natyrë të tij drejtësi. Domthon gjumë me qunë, ditë natës, tret natës, për gjumit me quë, me thonë, hajde gjyko, hajde ndaj, a i me nda drejt, hiç pa e menu. E kësi njëzit pak kemi, që është i drejt me gjithë, të gjitha situatët dhe rëthonat, sepse na e kemi pa nga përvoja, ajo mesela që është përmend për xhallarëve për para, domthon nëse është lopa jeme, si ka fajet. Nëse është lopa jote, i ka fajet. E jemja kur s'ka faj, e jotja për herë ka faj. Edhe na në muhabet e thjeshta, kur bëjmë muhabet, na për herë imi pa fajshëm, për herë imi dhe më thonë tamam me kene. E ti për herë ki gabim, për së është kësë e vërtetë edhe sa. Ka da njërë, dhe gjo, analizo, sjellë fakte, argumente, shikoj punën nga kandi i ti, nga kandi i tretit, pastaj gjyko. Andaj, dhuntive më të mëdha që Allahu ja jep ka njeriu që nga me kon i natyrshëm i drejt. Pa e menu hiç me gjyku drejt, pa e menu hiç me fol drejt. Mos me amojt krahun pa drejtësisë, në asnjë rast. S'është më rëndësi unë çka fitoj. S'është më rëndësi unë çka hupi. Më rëndësi është që na do të më dhon përparësi të vërtetës, të mirës, të dobishmes, të saktës. Pastaj thot wa hubbihi wa 'ala al-haqqi wa itharihi. Pastaj me dash të vërtetën edhe më dhon përparësi asaj në të gjitha rastet dhe situatat. Shiva Imam Ibn Hazmi rahimahullahu ta'ala ka jetuar në Andaluzinë, Spanjë, edhe ka jetuar në një familje të pasur dhe pushtetare, edhe mas një kohë të një rini sahabitshme, ju ka kthy diturisë edhe fesë, edhe Allah buxhari ka dhënë dituri dhe ka dhënë pozitë. Edhe është marrë me tabiatin e njerëzve. Edhe ka një libër që flet për, domethënë për tabiatin e njerëzve, e ka qujtë Mudawatul Nufus, shërimi i shpirtit, ilaçet e shpirtit. Edhe nga analiza që ka bën njerëzve e ka dhënë këtë konstatim. Pse? Sepse rrallë ka njerëz që janë kështu drejt. Ti më bëhet thjesht. E shef tu po më bëhet njerëzit se si ai ngref ka vetja. Më bëhet i thjesht. S'ka as fitim as humbje kur zëvesh muhabet. A unë edhe i pari ati edhe i pari. Jo në një hap para te, jo ti dy hapa para meje, bëhet muhabet gjysmë ore, vesh ti me dalë fitimtar. Jo ti ma i mirë, jo unë ma i mirë, jo ti ma i fort, unë ma i fort, veç me dalë fitimtar. Për çka? Për punë të kota. Karakter, tabiat, grindavec. Me çdo kusht ti me dalë fitus. Edhe kjo ndodhë me ketë. Shok, pleq, të ri, fmi, grindel me zveti kush lufton njeri për egon e ti. Edhe andaj në këtë situatë, me pas në tabiatin ton, tilë që jemi drejt, veç drejt. Kur njëherë se marim të hujen, kur njëherë nuk gjykojmë gabim ndaj të hujit, se këshirin të hujin si huj, po e vendosin vetën ton në pozitën e ti, edhe ashtu gjykojmë, edhe për te, atë normalisht mbretron drejtësia dhe bereqeti i Allahut Xhelal. Ulemat kanë thonë, nëse një shoqëri dominon drejtësia, atër gjurmët e kësaj drejtësie
do shifen anë mbani jetës shoqërore. Do të këtë ja shohim hajrin. Andaj, o vllazni, unë si hoxh edhe ti si xhamat, duhet vazhdimisht na me qenë sinqert në luftën tonë për drejtësi. Me qenë sinqert në luftën tonë për drejtësi. Sepse s'është më rëndësi kush vjen pushtet, atë që ti e don apo ai që ti nuk e don. Nëse është i drejtë, këtë ja shohin hajrin. Edhe kundërta. Nëse vjen pushtet një njeri që ti e don, edhe ai është i padrejt, këtë ja shohin sherrin. Edhe andaj, do thot, drejtësia duhet me kërku jo vetëm nga pushtetari, po prej të ti e derit e maj madhi. Këtë na duhet me konë të drejtë, edhe në pushtet, edhe në gjykim, edhe në marrëdhëniet mbrenda familjes, edhe në marrëdhëniet me kujshin, edhe në marrëdhëniet mes ortakëve në biznis, edhe marrëdhëniet me misht, edhe marrëdhëniet me armisht, edhe me dashamirt, edhe me dashakqit, me gjithë na duhet jemi të drejtë. Edhe me gruan, edhe me fëmijët, jo të jetash burr shtëpi e bëni padrejti gruas, është më e dobët. Ose të fëmijët, filan fëmijën e don më shumë, edhe ati i jep respekt, dashni, kujdes e pasuri më shumë. E këto tjerët nuk i ki bash për qefi, i lënë mazdore, i janë në shkala. Andaj, të gjitha aspektet na duhet me konë të drejtë. Edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin social, edhe në aspektin juridik, po edhe në aspektin emocional. Edhe në emocione, sidomos brenda familjes, prindi duhet me konë shumë i vëmendshëm që edhe emocionet e veta t'i ndanë me drejtësi ka shi fëmijëve të vetë. E të mos i banë padrejti askujt. Andaj, ligji Allahu Dhul Xhelal, sheriati i tij është ai i cili krejt këto imëcira që një pjesë e përmendëm dhe shumë gjëra tjera si kemi përmend, insiston që t'jenë të drejta dhe ato u sjellin njerëzve bereqet, përparim dhe shpëtim këtë botë dhe ditën kur dalin para Allahut Dhul Xhelal. Andaj, dietarët e mençur nga historia islame kanë thonë kështu: Innal adla mizanullahi wada'ahu lil khalqi wa nasabahu lil haqqi. Drejtësia është peshorja e Allahut, të cilën peshore Allahu e ka paraqit para njerëzve që nëpërmes kësaj peshore dalen shesh e vërteta. Fala tukhalifuhu fi mizanin wala tu'aridhuhu fi sultani. Andaj ti mos e kundërshto Allahu në këtë peshore e drejtësisë. E as mos tento me ju kundërvy Allahut në pushtetin e tij. Kush mendon me kundërshtu vendimin e Allahut të drejtësisë dhe me ju kundërvy fuqisë së tij, ai gjithsesi ka me hub. S'ka mundësi me fitu. Wastein alal adli bi khullatayn, edhe ndihmoje veten me qenë i drejtë me dy cilësi, me dy karakteristika. Shifne, majni men të dy, nëse doni me kuptu pse na sot shumica për nesh nuk jemi të drejtë. Cilët janë këto dy cilësi? Thot, qillatu tama'i wa kathratu al-wara'i. Lakmo ma pak, edhe je i ndershëm, i devotshëm ma shumë. Se këtë në shumicën rasteve padrejësia bëhet për shkak të tentativës me shtu pasurinë edhe me shtu autoritetin. Andaj bosh i padrejtë. Sa ajo që e ki duket pak, e do të kishë edhe ma shumë. Pare edhe autoritet. E tash, këta o gjallarë pas kanë thonë, nëse do në me koni sigur, si kemi koni drejt, atëre lakmo më pak. Kna që ma që të ka dhënë Allah. Zatën si tha për nga meri sallallahu alaihi sallam, irdha bima qasemehu Allahu leket të kun agna në nas. Je knaqër me atë që të ka ndohë Allahu, dhe esh njeri ju ma i pasër. Ama neve lakmia në myqë. E kam njët i bëjt dy.
e kam 2 t'i bëj 3, i kam 3 t'i bëj 4, s'nalët. Andaj nëse do me koni drejt, paksoj e lakmin. E dyta, shtoje ndershmërin, se ndershmëria nuk është veç të epshi për marrëdhënie intime. Ne themi filoni ndershëm se nuk bie në zina. Po i ndershëm është edhe ai që nuk prek pasuri të huaj. Sikurse ky nuk prek namus të huaj, i ndershëm, edhe ai që nuk prek pasuri të huaj është i ndershëm. Dhe e shton ndershmërinë e tij, i rri larg pasurisë huaj. Nuk i shkon menja me marrë diçka që nuk është e tija. Dhe pastaj thënë fa idha kana al-'adlu min ihda qawaid ad-dunya allati la intidama laha illa bihi wala salaha fiha illa ma. Drejtësia është njëra prej shtyllave të kësaj bote. Kjo botë nuk ka mundësi mu zhvillu përveç se me drejtësi, edhe në shoqëri të drejtësisë. وجب أن يبدأ بالعدل الإنساني في نفسه ثم بعدله في غيره. Andaj, pasi që drejtësia që ka shtylla e zhvillimit të dynjas dhe s'ka zhvillim këtë botë pa drejtësi, atëherë duhet njeriu me fillu me drejtësi ndaj vetes së tij fillimisht, pastaj ndaj tjerëve. E kjo është shumë e saktë. Nëse s'ki drejtësitin brenda vetes tënde, brenda familjes ngushtë tënde, me kushtet e tu, është e pamundshme me koni drejtë mas tani jashtë. Edhe andaj feja islame insiston me eduku individin. Edhe me edukimin e individit do të me ndryshu shoqërinë, sepse shoqëria përbëhet prej një grumbull të madh të individëve. Andaj unë edhe ti, nëse bëhemi drejt, atë kjo drejtësia jonë, nëse shtohet edhe rritet, ka me na sjell neve pushtetar të drejt mbi kokat tona. Nëse na bim në procesin e luftës për me kon drejt na vet, lodhemi, mashtrohemi, dështojmë, atëherë s'mundesh ti me prit ata nalt me ardh me kon drejt, se ti vet ki dështu. Edhe andaj ideja e metodologjisë kuranore dhe pejgamberike është që me ndryshu individin, njeriu. Është rënd, është procesi i gjatë, është vështirë, se ka pengesa, ka sulme, ka presione. Mirë po kjo është rruga. Na me vazhdimisht të e këshillu njëri tjetrin me kon drejt, e pastaj Allahu na sjell të drejtët mbi kokat tona inshallah taala. Dhe porosia e fundit që del nga ky hadith është nxitja si metodë davetit, edhe kjo metodë përsëritet në shumë hadithe me nxit njëri tjetrin në drejtësi. Këtë rast për shkak të mësimeve që kemi folur na, e kemi shfryzuar këtë hadith që na me nxit vetveten për me kon të drejtë. Edhe në punë të vogla, edhe në punë të mëdha. Se dikush thotë hoç, po lënë se këto janë hajgare, janë punë të vogla. Na të folim pa të mëdha. Na themi kush s'mundet me koni drejt punë të vogla ku s'ka presion, e pa mundshme është ai me koni drejt punë të mëdha ku ka presion, ose ka interes të madh. S'mundet. Se kur punë të vogla që s'ka koni farfitimi pesaj ose humbje të, ti bën hile dhe pa drejtësi. Po kur të mrish nalt, ku ka shumë presion dhe ka shumë interes, është e pamundshme me koni drejt. Edhe andaj ne themi të fillojmë të edukohemi në çdo pikë me drejtësi, që në momentin që na shkruan Allahu me që pas pushtet në dorë, atër me dëshmu drejtësinë tonë. Ama ti prej një pozicioni shumë të vogël, që e ki në shoqëri, mundosh për me ngrej veç ka vetja. Shembull, hoxha në xhami e ka autoritetin dhe pushtetin, edhe çdo kritik që jep xhamati, ai mundohet me refuzu, me kundërshtu, dhe vazhdimisht me nxjerr veten në hak, në sakt. E xhamati vazhdimisht gabim. Nuk mundet vazhdimisht xhamati me pas gabim. Mundet shumë herë me pas gabim, ama jo çdo herë. Edhe do thotë në këtë situatë kur imami në xhamin e tij e mbron çdo herë veten me hak e pa hak, atini se i bot mëfti i njëjti ka më bo. Nëse bot këtë bashkistam i njëjti edhe ma keq ka më bo.
Po edhe xhamati është e njëjtë, nëse për shembull ti çdere insiston mendimin tanë që veç ti e ki tamam me hoxha ka për gabim. Sot ti je kryetar këshillit bashkisë islam, këshillit xhamis, i bën presion imamit, i bën zullum faktikisht. Po nëse ti më bë dikush më i madh kryetar komune, kimi bë pas zullum ke shoqërisë. Këto situata i shohin për ti xhamiat tona. I shohin për ti shkollat tona, drejtori i shkollës me punëtor të arsimit. I shohim na vazhdimisht në të gjitha organizatat e punës janë nivelet lokale dhe nivelet qendrore. Pite, si kurse përmendëm edhe dje, pite portieri, e deri te ministri, ti secili mundohet me kallëzu, me ushtru pushtetin e vet me të drejtë dhe pa të drejtë. E normalisht si situata, humb bereqeti, humb rahmeti, prishin njerëzit. Dhe atëre, secili e shef, dhe thot vetëm në mënyrë për me arrit qëllimin e vet, hilen, mashtrimin, çrregullimin, korrupsionin. Pritran, ti pritran për shembull, opin njoni, opin dyti, opin treti, ti thonë, çka jam të bëj ashtu? Unë mundona me majtë terrenin, me drejtësi, a të tjerë të e prishin. Edhe bosh edhe ti si ata, e prishin edhe ti. Andaj janë proceset gjata, që kanë për neve sabër, dhe le ta kuptojnë, sikur se ka këtë hadith, se ata që janë të drejtë, ndesh kanë pushtet, te Allahu kanë pozitat larta të nurit, që janë pozitat, domethënë, që duhet me i lakmu besimtari. Edhe nëse dikush të bën padrejsi edhe të shkel këtë botë, Allahu ka me ngrit lart në ahiret, atëherë kur secili njeri ka pas nevojë për gjëra të vogla me shpëtu, aty kemi pas pozitat narta që kemi u pa prej gjithve, sa nart kemi mri për shkak të drejtësisë tonë. Na me këtë shërim e përfundojmë shërimin e hadithit të dytë në këtë kapitull, që inshallah taala në dersën e ardhshëm vazhdojmë hadithin e tretë në këtë kapitull, duke lutur Allahun e Madhëshëm vazhdimisht që Allahu të na jap ditë të veshme dhe vepra të mira, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të mësuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.